Tregohet se dietari i madh Ebu Hanife një ditë pa një burr që vodhi një kokër moll nga një tregtar dhe ja dha një hallexhiu. Ebu Hanife ju drejtua dhe e pyeti: "Pse e vodhe mollën? Unë mendova se je i urritur." Burri, i cili nuk e njihte Ebu Hanifen, ju përgjigj: "O njeri, unë bëj tregti me Zotin tim." Ebu Hanife e pyeti: "E si e bëke këtë tregti me Zotin?" "Po ja, e vodha mollën, më shkrua një gjynah, ama kur e dhash sadaka, bëra një të mirë, dhe një e mirë shpërblehet me 10 fish. Kështu, 10-ës i hiqet një e keqe, pra vjedhja e mollës, dhe mua më mbeten 9 të mira. E kuptove tani? Kjo është tregtia që bëj me Zotin." Ebu Hanife i tha: "Ti vodhe një mollë dhe të shkrua një e keqe. Vërtet që ti e dhe sadaka, por Zoti nuk e pranon këtë sadaka, sepse Zoti është i mirë dhe nuk pranon vetëse të mirën. Për fat të keq, ty të ka mbetur vetëm një e keqe dhe jo 9 të mira."